Përshëndetje miq, kemi nisur një rubrikë të re, quhet Mesazh në shishe. Është një rubrikë e cila i kushtohet të gjithë personave që jetojnë jashtë Shqipërisë. Nisur nga mesazhet që kanë ardhur në inboxin tim, kam parë që ne shqiptarët kemi shumë për të thënë, ndoshta histori që nuk i kemi treguar kurrë. Dhe ka qenë pikërisht ideja juaj që ne ta hapim këtë rubrikë. Kështu që ju presim në mesazhet e radhës dhe na shkruani historinë tuaj. Sigurisht që do të ruhet anonimati. Nuk kam ditë më të gjatë në jetën time se ajo e nisjes. Ishte ora 4 e mëngjesit. Një taksi e zhurmshme, një dritë që ftohej nëpër rrugë, një valixhe e vogël që dukej sikur s'mund të mbante gjithë jetën time brenda saj. Mami im kishte qarë gjithë natën, por në mëngjes kur u ngrit për të më përcjell, ishte e qetë, si deti para stuhis. Më tha: "Mos haro nga vjen, edhe mos u ndjek kurrë i vogël në një vend të madh." E përqafova fort. Ishte aroma e fundit e shtëpisë. Në aeroport më duk sikur gjithçka ndodhte shumë shpejt. Njerëzit lëviznin, ekranet ndërronin destinacionet e tyre. Unë isha veç një djalë nga lushnja, që po largohesha nga gjithçka që njihte. U largova për të ndihmuar familjen, për të bërë një jetë të mirë. Dhe ndoshta vërtet e bëra, por shpesh pyes veten nëse ja vleti të rritesha larg atyre që dua. Në fillim më mungonin vetëm njerëzit. Pastaj filloi të më mungonte dielli i mëngjesit, aroma e bukës nga furra, zhurma e fëmijëve që luanin poshtë pallatit. Tani më mungon gjithçka që dikur e quaja normale. Kam mësuar të jetoj në një vend ku askush nuk të njeh. Kam mësuar të përshëndes njerëz me buzëqeshje që nuk më përkasin. Por çdo natë para se të fle, shikoj ndonjë video të shkurtër që më ka dërguar mami. Ajo është në shtëpi, ndoshta duke ushqyer mbesën e vogël, Arlen, sa është rritur. Dhe aty kuptoj se më mungon vetja ime e dikurshme, më mungon qyteti im, më mungon bilardoja ku mblidhesha me shokët.